është masivisht e gjatë, domethënë 70 ditë është jashtëzakonisht. Qëndres shumë. Është shumë i gjatë dhe duke qenë se ka tentuar me çfarëdo lloj forme, pra thjesht po mundohet që ta injoroj apo ta minimizoj, ta bëj sa më pak efektive në sytë e opinionit publik. Dhe fotografitë që nxjerr, domethënë nga plazhi të tjerat janë pikërisht në kuadër të asaj që është injorimi i asaj që po ndodh. Sepse nuk është vetëm kjo protestë, po janë protesta, për shembull ti ke pasur rastin po themi ato që po ndodhin protesta për reformë territoriale. Që nisin në Poliçan me djegjen e teserave. Po çfarë reagimi ka, domethënë kur ti një kryeminist që po shikon që e para pra ke një protestë që po të zgjat 70 ditë, e dyta është protesta të shumta në çdo vend të Shqipërisë, po përhapen. E treta punës ke një situatë emergjente me zjarret, të dalësh të postosh foto, thjesht thellon atë që ti je totalisht i papërgjegjshëm, sepse minimumi do të jesh i përgjegjshëm. Pra, ti nuk mund të jesh kryeministër aty dhe të bësh si të duash dhe mos japësh asnjë përgjigje asnjë gjë. Asnjë llogari. Ke një përgjegjësi, domethënë posti të jep dhe një përgjegjësi kur njerëzit në reformën territoriale që të gjithë janë pak kënaqësi dhe të tjerë, atëherë çfarë drejtën ka bërë ai komisioni që ka vajtur teorikisht ka marrë mendimin e njerëzve, pra ka dalë Bylluk Bashi bashkë me po themi Maznikun, kanë dalë për reformën territoriale, apo jo? Boçi me Maznikun, edhe Bylluk Bashi me Damian Gjiknurin për zgjedhore. Po Boçi bashkë me po themi Maznikun kanë dalë dhe kanë mbledhur opinionin e njerëzve. Minimumi që duhet bëj Rama është një kryetar partie i përgjithshëm apo një kryeminist i përgjithshëm të thotë Maznikur, ore, kjo dëgjesa që ke bërë ti pse është kaq falso, sepse normalisht gjithë njerëzit që kanë dalë dhe po protestojnë, tregojnë që ajo që ke bërë ti është një proces falso i dëgjesës publike, sepse nuk është reflektuar. Po jo, po minimumi bëhet një analizë. Po, do ketë kohë për reflektim, do ketë kohë për të dëgjuar edhe njerëz qytetarët se do ketë prapë dëgjesa, kështu që. Po se kjo, shiko, nuk është, ne na duket jemi mësuar me një model në të cilin kryeministrin e shikojmë si mbret, dhe këtu mund të fusim në rastin e atij që është sinonimi i Ramës në po themi në Kosovë, që është po themi Kurti, nuk është e rastit që në të njëjtën kohë janë duke u gjuajtur me vezë dhe kryeministri i Shqipërisë dhe kryeministri i Kosovës. Çfarë kanë të përbashkët këta të dy? Përveç që po qellohen me vezë, kanë të përbashkët faktin që duan të kapin të gjitha pushtetet vetë. E kuptoj. Të monopolizojnë. Rama e ka arritur në Shqipëri, Kurti nuk e ka arritur në Kosovë. Dhe kjo që po them është nëse ashtu si Rama në një farë mënyre u tall me sistemin, nëse mbani mend zgjedhjen e presidentit Begaj, nuk e dinte askush se kush do ishte presidenti, Rama e mbajti të fshehtë deri në moment fund, 24 orë përpara, e çoi në parlament dhe votoi brenda ditës, askush nuk u mori vesh se si u vendos presidenti i Shqipërisë. Të njëjtën tallje me ligjin dhe me presidentin bënte Kurti në Kosovë, sepse do që të vendosin njeriu e verdhë. Apo edhe me ato që është kryetari i po themi i parlamentit këto. Pra mundoj që të kapi gjitha pushtetet dhe në një farë mënyre është mirë dhe është si thua edhe merit e popullit shqiptar si në Shqipëri, si në Kosovë, që nuk duan më një model të tillë që një person t'i kapi të gjitha pushtetet. Edhe atje janë njoftuar protesta. Është po njëjta situatë si në Shqipëri dhe si në Kosovë, që vjen nga dy njerëz që pavarësisht se mund të duken si të rinj politik, janë standard i një po themi i një nomenklature të vjetër, në kuptimin Rama është standard i komunizmit në Shqipëri, ka të njëjtin mentalitet, kurse Kurti është standard i jugoslavizmit në Kosovë. Sepse të dy kanë po atë mentalitet, siç ka qenë komunizmi jugoslav në Kosovë, e ka Kurti për të kapur gjithë pushtetet, siç ka qenë komunizmi në Shqipëri, e ka Rama. Dhe po t'i vësh re, edhe mbështetësit e tyre janë jugonostalgjikët që quhen në Kosovë për Kurtin,
apo nostalgjikët e komunizmit për Ramën, që janë Shqipëri.